Ministri Bujqësisë Andi Salla garantoi nga Pogradeci se fermerët e prekur nga përmbytjet e fundit nuk do të mbeten pa mbështetje ndërsa paralajmëroi dëmshpërblime dhe investime në infrastrukturën bujqësore. Ministri Salla garantoi se procesi i evidentimit të dëmeve do të jetë i plotë dhe transparent duke u bazuar si në verifikimet e ministrisë, ashtu dhe në raportimet e bashkive. Duke folur për politikat mbështetëse, Salla vuri theksin tek fakti që në prag të skemës kombëtare të mbështetjes, për herë të parë po zhvillohen dëgjesa publike me fermerët. Ne jemi para skemës kombëtare, këto janë paratë e fermerëve, janë fondet e akorduara për Ministrinë e Bujqësisë. Kemi një paketë prej 52 milion euro që është për fermerët. Ne po i dëgjojmë fermerët, problemet, shqetësimet dhe sugjerimet e tyre për t'i përafruar me legjislacionit e Bashkimit Evropian, ku ne duhet të akreditohemi dhe të veprojmë në çdo bazë ligjore, tha Salla. Jemi duke verifikuar në terren bashkë me ekipet tonë në Ministrisë Bujqësisë, por edhe me bashkitë të cilat edhe me Bashkinë e Maliqit, në fazën e evidentimit të çdo dëmi të bujqësisë, në mënyrë që ne ta adresojmë pranë qeverisë shqiptare, siç u keni parë takimin i cili e kryesoi kryeministri, i cili ka vendosur një paketë financiare për gjithë dëmet të shkaktuara nga përmbytjet që ka ndodhur pak ditë më parë. Ne kemi qenë në terren bashkë me Agjenca Civile, bashkitë dhe të gjithë ministritë përkatëse për të ndihmuar qytetarët. Ne do të jemi si Ministri Bujqësie në proces të plot për gjithë evidentimin edhe nga ana jonë, por edhe nga bashkisë, cilët janë duke bërë këtë punë më së miri për ta adresuar dhe për ta pasur në një paketë të plot dhe të dim dëmet çfarë dhe si do të jemi ne ndaj qytetarëve. Ne jemi para skemës kombëtare ku duhet që të parafrojmë, ato janë buxheti i tyre, janë paratë të cilët janë akorduar ndaj qeverisë shqiptare për fermerët në Ministrinë e Bujqësisë, siç është skema e çdo viti. Ne kemi një paketë prej 52 milion euro, më të themi, të cilët janë për fermerët. Nëse fermerët mund të më dëgjojnë, unë jam pranë tyre për t'i takuar, për t'i shpjeguar edhe për mos t'i lënë vetëm. Asnjë fermer nuk do të mbetet vetëm. Në përfundim të vizitës, ministri njoftoi se dëgjesat publike do të vijojnë edhe në qytete të tjera. Do të jem në Korçë, unë do të jem pranë fermerëve për t'u takuar, për t'u shpjeguar dhe për të mos i lënë vetëm ata, përfundoi ai.